Një ditë pas arrestimit të Ergjys Kolaverit dhe Enea Cekës, të dyshuar për atentatin për akmarrjen ndaj Gazmir Dacit në burgun e Vaçarit, ka reaguar për Report TV nëna e Ergjys Kolaverit. Vashe Kolaveri rrëfen se djali i saj nuk është përfshirë në asnjë atentat ndaj askujt, pasi ai ka qenë gjithkohë në shtëpi në momentin kur ka ndodhur ngjarja në Vaçar. Ergjys Kolaveri është vllai i Valmir Kolaverit, që mbeti i vrarë më 4 nëntor të vitit 2015 në qendër të Bathores. Ai u qullua me armëzjarrin nga Gazmir Daci. Në këtë ngjarje mbeti plagosur edhe vllai i Valmirit, Robert Kolaveri. Gjalim, në qifta se gjalit i vërtetohet, edhe unë dëshky me ta të rri aty. Po mo kam shift të zbardhet ngjarja se nuk mund durim ma. Imi shumë plagosur, vetëm një nënë kështu si unë, edhe një bak, një palprinsin e, mo ta besoj, kurse qitër kush asnjë. Në qifta se nuk vërtetohet se gjalin ator ka qenë këtu, për gjalin aty ngelt e mos dat. Këtë pretendim ajo mbështet në faktin se sipas saj gjatë kohës së ngjarjes dhe gjithë ditën e shtunë i biri ka qenë vazhdimisht në shtëpi ose duke punuar në një kompleks stallash lopësh pronë familjes në zonën e Bathores. Mëtej, gruaja rrëfen se i biri mjekoi prej kohësh dhe se kishte probleme shëndetësore në sy dhe për këtë shkak ai kishte vështirësi për të udhëtuar edhe me furgon, aq më pak kishte mundësi për të qelluar me armë. Shuni e je me përdor armë, por edhe me të po këto edhe ke komra nuk ka pas. Pa i bo perte, e ke parasysh. Gruaja rrëfen edhe historinë e konfliktit me familjen Daci. Sipas saj, Gazmir Daci i ka bërprit një prej fëmijëve të saj dhe madje më pas kishte fyre kërcënuar në telefon Valmirin. Një 3 net para ka thonë i ngjeri si ka vdek, më ka zonë rrugën kështu. Edhe o dhe pato po me ta. Atë not kanë thjesht prani, kanë shku ke lokali edhe shuni më ka qenë Tiranë. Thot i kam pa tu ballafën telefon. I kam thonë çfarë po ka thonë ai cu pa ide këto. Ky ka hyp makinës, të kanë pas në servis makinën këto dyshonat. Sa miri ka hyp makinës vet, ka ke troci. Kur ka aty ke troci, ai ka zgjuar. Ndërsa shoqëria Daci është bashkëshortja e Xhelal Dacit, i cili është i arrestuar me të birin Gazmirin për vrasjen e Valmir Kolaverit, ajo jashtë kameras tregon se shkak ishte bërë një konflikt që i biri kishte pasur një disko në një qytet të Francës me një person nga Dibra. Ky person ka telefonuar vëllezrit Kolaveri dhe këta më pas janë përplasur me të birin, duke sjellë edhe ngjarjen e rëndë të ndodhur më 4 nëntor të vitit kaluar. Ajo thotë se vëllezrit Kolaveri i kanë zënë prit të birit dhe jo Gazmiri atyre. Shoqëria sqaron se mbetet me shpresë që e vërteta një ditë do të zbardhet.